duke mos e dorëzuar para drejtësisë, për ju Kërbaçi, për ju Dhuna, për ju Burgu, për ata karriget e pushtetit dhe lekët tuaja. Ndaj kjo duhet të marrë fund. Ata kanë pritur që shiu do na largoj. Ata kanë pritur që i ftohti -7 apo -3 gradë Celsius të na bëj të dridhemi e të ikim natën. Nuk e kanë menduar që do të rezistojmë plot 55 ditë, duke i thënë se ai është Hajdut. Edi Rama. Hajdut, Hajdut, Hajdut. Edi Rama, Hajdut, Hajdut, Hajdut. Edi Rama, Hajdut, Hajdut, Hajdut. Edi Rama. Por kjo qëndres nuk ndalon. Kjo qëndres po përhapet në çdo fshat, në çdo qytet. Është diskutuar e po diskutohet në çdo tavolin. Kjo qëndres do të prodhoj një bashkim të madh popullor për të ndalur një herë mirë regjimin autokratik hajdutesk të Edi Ramës dhe bandës që ai drejton. Ndaj unë sot i flas ndërgjegjes se çdo prindi që fëmijët nuk i kanë vatrën e vet. I flas ndërgjegjes se çdo fëmijë që shikon se si familjarët e tij, prindrit e tij në spital nuk gjejnë ilaçe për sëmundjet e rënda. I flas çdo krye familjari, ndërgjegjes së nënës dhe babait për faktin që po e lë fëmijën të rritet në një vend me korrupsion, me padrejtësi, me dhunë, me krim të organizuar. I thras ndërgjegjes së çdo qytetarit të këtij vendi. A do të heshni, a do ta pranoni këtë gjendje, apo do të bashkoheni kundër hajdutrisë? Nuk ka më kohë. Koha është tani. Bashkimi duhet të ndodhë tani. Për ta mbyllur, se cili nga ata që më dëgjon këtu në shesh apo përmes transmetimit, ta pyes veten për çfarë mund të rrëzohet një qeveri nëse nuk rrëzohet kur kapet me një abuzim 53 milion euro nga zëvendës kryeministria. Për çfarë mund të dorëhiqet një qeveri nëse nuk dorëhiqet apo nuk detyrohet të dorëhiqet kur kapet për një pazar 100 milion euro nga akshi? Për çfarë mund të dorëhiqet një qeveri nëse ekonomia shkon pikjat si këtu apo qindra mira njerëz largohen? Nëse këta nuk detyrohen sot të ikin, përse duhet ikin nesër, pas nesër, pas një viti, pa 5 vjetë, apo pas 10 vjetë? Ndaj mos e harroni, çdo ditë që kalon, forcon autokracinë e tyre. Çdo zhgënjim që kalon, forcon diktaturën e tyre. Çdo skandal që ndodh, e bën edhe më të pamundur rrëzimin e atyre që sot ju vjedhin jetën, të tashmen dhe të ardhmen. Ndaj mendojeni mirë. Kjo është një betejë mes një pakice që ka zaptuar zyrat, që ndan parat e buxhetit shtetit dhe në shumice të vuajtur, që në një pjesë të madhe në fshatrat e vendit ka ngel pa dhëm në gojë. Kjo është një betejë mes atyre që pinë një shishe verë 33.000 euro dhe atyre që nuk kanë para u 30 dora për të blerë një çokoladë për fëmijët e tyre. Kjo është një betejë mes bandave që mbajnë makinat shtrenjta në një republikë të varfër dhe atyre që ecin në këmbë për të shkuar në shkollë, në fshatrat e thella të këtij vendi. Kjo është një betejë mes pensionistëve që kanë punuar një jetë dhe që mezi shtyjnë muajin dhe atyre që tallen në resorte e pushimet shtrenjta. Është një betejë që duhet ta bëjmë dhe duhet ta fitojmë. Forca Edi Rama. Fort
Edi Rama o hajdut. Djola është një vajzë nga diaspora, një mirditore e diasporës. Mirë brëma shqiptar! Mirë se ju gjetëm. Unë jam Djola Gjoka. Jetoj në Itali prej 26 vitesh. Jam atje me familje, si gjithë nga ne që kemi ardhur nga diaspora. Rënjët e mia, të familjes time, vinë nga krahina e madhe Mirditës. Unë jam Mbesa, e mësuesi të popullit. Jam Mbesa, e nderit të kombit, e mësuesi të madh të Mirditës, Ndres Due Gjoka. Nga ju mësonte, nuk jam këtu vetëm për vetën time, por jam edhe për familjen time. Si unë mësonte, tu ka plot nga diaspora. Vinë të gjithë, sepse nuk ju lëm vetëm. Si unë mësonte, ka nga e gjithë Europa këtu. Nga Britania e Madhe, nga Amerika, nga Kanadaja. I kemi lënë familjet, punët, angazhimet, për t'ju thonë juve, që nuk jeni vetëm, e që ne jemi këtu për ju. Askush nga ne sonte këtu nuk është për interesa personale, pasi ju garantoj të gjithve, sepse se cili nga ne atje është i realizuar në jetë. Nuk ka nevoj për asgjë, por ne nuk mund të jemi thjesht spektator nga larg. Kur shohim çfarë po ndodh këtu, kur shohim të gjitha padrejtësi që ju bën bashkëdhetarëve tanë, sepse ne jemi me ju dhe nuk ju lëm vetëm. Ne nuk mund të rrim në heshtje përpara të gjitha abuzimeve, vjedhjeve, sepse ky zotëria mendon që Shqipëria është e tij. Shqipëria është e shqiptarëve të lirë dhe të ndershëm. Ne nuk mund të rrim më në heshtje. Nuk mund të rrim në sëmundjen patologjike të frikës. Sepse frika dhe heshtja në vret shpresën. Nuk mund të rrim në heshtje, po na vjedhin jetën. Po na vjedhin jetën. A nuk jeni të lodhur? Unë jam e lodhur. Edhe ju duhet të reagoni bashkë me ne. Edi Rama, ky krye kriminali vendit, e ka kthyer Shqipërinë në një kafaz mafioz. Bon me të çfarë të doj. E shet, e copton, e dhuron, por Shqipëria nuk dhurohet. Shqipëria është e jona. Krye kriminali